Përsëri po më vinë fakte prej njerëzve që më ndjeku non-stop, edhe më tha përsëri: Leoneta, e ke ndëgjue se çfarë thëjke Berat Bozhala për devallt në kohët e kalume? Atëhere, hajde ta ndëgjojmë bashk, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Sot për shembull e lexova lajmin njëri prej vëllezërve Devolli, Blerim Devolli, i cili është për koka krimit organizuar në Kosovë, kishte qenë në takim me Hutin, edhe e kishte lëshu takimin. Apo e sheni populli dashur se sa ftyra i kanë këta. Do me thonë se edhe kjo është opozit, barabart me ta. Po ashtu u quat edhe disa komentues të më kritikuone pse pe kritikoj këto, që kishe ka fol mirë për qatë pjesën që ka thonë nuk po bëj ka më mshel një prodhim vendor. Po ato ka diçka, sepse pse mu nuk po vinë më mshel kërkosh për shembull biznisin tem kur e din që jam i pak. Ose po mi dërgoj 20 inspektor edhe nuk po i lejoj për shembull ata me kontrollu. Ato i bjen që une pas na diçka. Edhe në këtë rast të këshumështoria vita ka diçka. Po dhe shohëm ka dalje kur dalin analizë. Ashtu populli dashur, kjo është fytyra e një Berati tjetër dhe ati Berati që tash i komenton gjëra. Une nuk kom ju lon ven. Çdo fakt që kom e gjejet kom ja u postue, sepse qifti jov nuk mundet me ull Albin Shqiptarin që punon për të mirën e këtij vendi. Edhe nëse jeta jem kërcënohet në këtë pjesë, une të mirën tem, për mi kallëzu popullit tem se kush është fajtori, kush është i drejti në këtë rast, kur nuk e la. E në këtë rast, e në shumë raste tjera, ma i drejti është vetëm Albin Shqiptaria. E ti Berat, kur të folsh diçka, kujdesu, sepse apishet që gjindën faktët herë do kur dë.